Zyrtarisht kanë filluar punimet tek ish monopoli në Tetov. Pas meje shihen qartë rënimet e fundit që kanë mbetur nga ish objekti i vjetër i monopoli, i cili tani nga një objekt në pronë publike ka kaluar në pronë private. Por si u shit monopoli i Tetovës për 70 denar për metër katror, apo më qartë, si e shiti Bilal Kasami të gjithë këtë objekt prapa meje për vetëm 7.000 euro. Në tetor të vitit 2022, kompania Tetovo Tabak, e cila ka pasur në pronësi objekte të monopolit, i dërgon kërkesë zyrtare komunës së Tetovës për të blerë pronën e cila gjendet përreth këtyre objekteve dhe që ka një sipërfaqe prej 6.817 metër katror. Ja edhe dokumenti me nënshkrim të Bilal Kasamit. Sipas ligjit, Tetovo Tabak kishte të drejtë ekskluzive për blerje, pasi që ishte pronare 30% të kësaj toke. Kjo tokë, sipas planit urbanistik, në fuqi deri atëherë ishte e destinuar për zonë industriale G2. Në nëntor të vitit 2024, me urdhër të Bilal Kasamit, Këshilli Komunal i Tetovës me 18 vota për ndryshon planin gjeneral urbanistik dhe më pas edhe planin detal urbanistik. Zona G2 industriale kthehet në zonë banimi A2. Kjo do të thotë se prona e blerë për çmim industrial papritur fiton vlerën shumë fish më të lartë, sepse është zonë për ndërtim të lartë banesor. Pasi komuna e shiti për 7.000 euro, me 13 tetor 2024, kompania nga Tetova blen të gjithë pronat e Tetovo Tabak për afërsisht 6 milion euro dhe nis projektin për ndërtimin e 4 objekteve të mëdha banimi me një sipërfaqe totale prej 31.871 metër katror. Arkitekti Darian Storiovski ka reaguar për këtë veprim duke theksuar: planifikimi urbanistik është interes publik, si ndodhi që në heshtje, më 9/10/2024 u ndryshua të dy plane gjenerali dhe ai detali për bllokun 31, pa njoftuar publikun, duke shembur monopolin dhe duke hapur rrugë për ndërtimin e 4 ndërtesave gjigante me mbi 2.000 njësi banimi. Në lidhje me këtë, ka reaguar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, me anë të këshilltarëve të saj në komunën e Tetovës. Monopoli i vjetër i Tetovës, një vend i njohur për historinë e tij të dhimbshme për shqiptarët, është ndruar në kantier ndërtimi për ndërtesa banimi. Kjo përmes një pazari të dyshimve korruptiv, ku prona u ble nga një kompani prej vetëm 7.000 eurove dhe më pas u rishit për 5 milion euro. Aty, ku në vitin 1944 u grumbulluan mbi 10.000 shqiptarë dhe mirat e tjerë u masakruan, sot gërmohet pas një kontroll ligjor, po u përkujdesur fare për historinë e qytetit tonë. Kërkojmë urgjentisht ndërprerje të menjëhershme të punimeve ndërtimore në këtë zonë, pa praninë e institucioneve dhe autoriteteve shtetërore në vendngjarje, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe hetues kriminalistik për dokumentim zyrtar të çdo gjëtjeje, Prokurorinë Publike për hetim penal, entin për mbrojtjen e monumenteve historike dhe zyrën e trashëgimisë kulturore të Maqedonisë së Veriut për të vlerësuar rëndësinë historike dhe në rast të gjetjeve të aktivizohen arkeolog dhe ekspert të fushës. Komisionin për personat e zhdukur nëse ka dyshime për vareza masive. Bashkësinë Fetare Islame si pronare e vakëfit, e cila mund të jap informata shtesë mbi varezat e vjetra që gjenden në një pjesë të kësaj parcele. Po ashtu kërkojmë dokumentim dhe mbrojtje të menjëhershme të çdo mbetje njerëzore apo arkeologjike. Çdo veprim ndërtimor në këtë vend pa prezencën e institucioneve të sipërpërmendura përbën shkelje të rënd ligjore dhe fyerje ndaj kujtesës historike të shqiptarëve të Tetovës. Dhe në fund, Tetova nuk po zhvillohet, por Tetova po privatizohet. Prona publike të tovarëve po kalon në pronë private të kryetarit Bilal Kasami. Ajo po shitet dal nga dal, dje në PK-ja, ndryshimi publik, sot monopoli, nesër parkingjet dhe pas nesër çka? Bilal Kasami po na shet Tetovën.